E opozitës për të dhënë kontributin e tyre që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Jemi në një situatë ku ata nuk po marrin pjesë në votim edhe përkundër faktit që gjykimi i gjykatës kushtetuese thekson që deputetët në seancën konstituive duhet të jenë të gjithë pranishëm dhe duhet të votojnë për, kundër ose abstenim. Për mua është vetëm sa ta ndërpres ose ta përfundoj fjalën time. Pra për mua është e paqartë ose i paqartë pozicioni i tyre që fare nuk marrin pjesë në votim për komisionin. Në mënyrë që të vazhdojmë me votimin e fshehtë, është votim shumë demokratik për shumë pozicione në Republikën e Kosovës, përfshirë këtu edhe presidentin, si më thonë, shfrytëzohet ose parashihet votimi i fshehtë. Prandaj edhe nuk e kuptoj si pozicion, megjithatë urojmë që të reflektojnë. Sa i përket qëndrimit të LDK-s, pas letrës që i ka drejtuar kryetari i lëvizjes vetëvendosje, mendoj që është e papranueshme që të injorohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk është që kemi pasur zgjedhje para 2-3 viteve, ne zgjedhjet i kemi pasur në Republikën e Kosovës para 3 muajve. Prandaj ka një tendencë të hapur që ky vullnet i popullit të injorohet. Ju e dini që lëvizja vetëvendosje sot është subjekti më i madh në vend, me mbështetje më të madhe qytetare, dhe kryeministri Kurti është po ashtu kandidati me më së shumti mbështetje nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj kushdo që tenton me injoru këtë vullnet ka gabim dhe kjo fare nuk mendoj që mirëkuptohet nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit.